Është në rrugët më të dëmtuara të zonës informale të Shkodrës, segmenti Luigi Benusi, në mjediset e ish fabrikës së letrës. Gropa dhe uji kanë pushtuar të gjithë gjatësinë e saj dhe hapësia publike të këtij bloku banimi. Banorët që prej 3 dekadash përballen me të njëjtën situatë, i kujtojnë Bashkisë Shkodrës se të jetojnë ato kushte të vështira dhe të presin një investim sa më të shpejt për përmirësimin e infrastrukturës. Shumë shqetësime kena, se s'mund kalojmë as kam, as makinat s'mund kalojnë. Sa me gropa të mëdha, makinat problem, kam problem, plesht, fëmija, gratë, mashura, gjithë kush është problem. Edhe kush vjen të na, është problem, edhe kush shkon, edhe fëmija kur vinë për jashtë me makina. Bashkia Shkodër kërkojmë me ne godit rrugën. Na vodat ja u kanë dhanë, si këtyne tash ja u kanë dhanë këti, si asat, këti kryetarit, kanë shku dhe janë në kuë, kur gjas kanë ba. Kërkojmë rrugën, me marë dikush që e punën në regull. Shumë problema. Me makina e hena shumë problem. Hajde se me motor kalon dika, me makina shumë problem. Ka janë 2 rrugica këtu, se janë tanë, ka shumë familje këtu. Sa herë bjen shi, do të me i kalu thme ndeni të mërë të autobusi, se s'mund të kalujnë. Sa më mësë, kena sa më mënë. Ne bashkë e bojnë, se banë, qëto dhe të rejme. Shova për vendorë këta, si nuk e di. Sa herë kanë orë fushatat, kanë orë në kanë rajtë, e bojmë, se bojmë, pa do merru me ta ma. Rreth 80 familje që jetojnë në këtë blok kalojnë çdo ditë për këtë rrugë për të lidhur me aksin kryesor të qytetit, ndërkohë që në zonën informale të ish kombinatit të Drurit disa rrugë të brendshme janë të asfaltuara. Rruga Luigi Benusi mbeti një nga më të dëmtuarat e kthyer në gropa në ujë. Banorët e këtij bloku janë kryesisht të ardhur nga zonat e thella malore, si Dukagjini, Shllaku, Lekbiba e tjerë. Ata kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe më në fund rruga të marrë vëmendjen e munguar që prej 30 vitesh.